orët e pasdite i pritej edhe një përkeqësim në situatës? Këtu, siç e shikoni, jemi në qendrën operacionale të emergjencave civile të Bashkisë Fier. Siç ju thash edhe sot në mëngjes herët, ne kishim marrë gjitha masa duke sjell këtu dhe duke qëndruar nga dishmëri të plot me gjitha mjetet e bashkisë, me skrepa, kamiona, zjarr fikse, punëtor, gjithë, çka tregon që ne e kishim vlerësuar situatën. Padyshim që të dhënat që vinin nga orët e para të mëngjesit flisnin për një rritje graduale të nivelit të ujrave të lumit Vjos. Kulmi i tyre në fakt arriti rreth mesditës, rreth orës 2, ku, siç i thash, sipas asaj shkallëzimit që kemi atje kapi nivelin 7 dhe besoj ndoshta për rreth një orë ne presim që këtu të vi niveli maksimal, por duke parë kuotën aktuale që është këtu, besoj që nuk kemi rrezik dhe mund të them ndoshta me siguri që rreziku ka kaluar dhe nuk do të kemi asnjë problem sonte për sa i përket daljes së lumit Vjosa nga shtrati. Ky padyshim është një lajm i mirë për të gjithë, pavarësisht se ne bëm sensibilizimin e dur, morëm gjitha masat, ishim prezent, por në fundit, për sa kohë që Vjosa nuk na krijoi probleme, ky është një lajm i mirë. Sepse këto janë disa procese që nuk mund t'ia lësh minutës fundit. Domethënë duam përgatitjet e veta, aq më tepër kur vjen puna për bakti dhe për disa fermerë që kanë një numër të konsiderueshëm. Pra është një proces që nuk bëhet as për gjysore, as për një orë. Kërkon kohën e vet. Ndaj besoj që kemi bërë gjën e dur dhe ndoshta përmirësimi i situatës dhe kalimi pothuajse 100% i rrezikut do të bëjë që në orët në vijim padyshim gjërat do të kthehen në vendin e vet. Por gjithsesi do të monitoroni situatën apo jo? Padyshim ne jemi këtu, do të vazhdojmë të monitorojmë. Sot që flasim ose në këtë moment tani niveli pothuajse ka rënë rreth 1 metër në raport me le të themi me orët e mesditës në Memalia gjithmonë. Këtu pritet piku tashti për ndonjë gjysore, një orë dhe mbas asaj pastaj edhe këtu sigurisht niveli do të vazhdojë të bjerë dhe deri nesër në mëngjes besoj çdo gjë do të jetë normalitet. Doja t'ju falenderoj edhe juve për prezencën tuaj këtu gjatë gjithë ditës sot, që na keni qëndruar afër dhe bashkë me ne na keni ndihmuar që t'japim mesazhet e dura në drejtim të sensibilizimit të banorëve dhe padyshim të marrjes masave në kohën e dur. Shumë faleminderit të gjithëve dhe ju.